lutem, a mund t'i telefonosh ti djalit që ra marsit tënd? Ai pas ka shoqërinë e tij të transporteve dhe ndoshta mund ndihmoj Fatmir me ndonjë punë. Çfarë do bëjmë tani sot? Po mirë, s'ka gjë, ikem, vim prapë nesër. Mirë, hajde. Mua, ajo Brunja nuk më pëlqen fare. Ku ti thua, u shtuan bjondet, Anet, u shtuan bjondet. Ju lutem. Sa lek ka bërë? 150. 170. Dakor, nuk ka. Ndiqni episodin e radhës në telenovelën shqiptare Tingulli I heshtjes. Sonte, ora 22.